Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Ne sonte nuk do të flasim për zgjedhjet, por do të flasim për çështje tjera. Në fillim, Jeta Gjara i sfidon ministrat e punëve të brendshme, aty të Serbisë Ivica Dačić dhe ministrin e punëve të brendshme të Kosovës, zotëri Zenon Pajaziti. Si mundet Serbia me kërku prej Evropës lëvizjen e lirë e liberalizimin e vizave, përderisa në anën tjetër me ja mohu Kosovës të njëjtën gjë? Nëse Kosova ka dashur me hyrë në listën e bardhë të Schengenit, pse nuk janë përpiluar pasaportat biometrike të Republikës Kosovës? Si e komenton qeveria e Kosovës numrin e madh të kosovarëve, të cilët ende aplikojnë për pasaportat të Serbisë? Çka po ndodh me qarkullimin e lirë të automjeteve me targat Kosovës, me qarkullimin e mallrave, me qarkullimin e aeroplanëve në hapësirën ajrore të Serbisë, si dhe më e rëndësishmja qarkullimin e njerëzve me pasaporta të Kosovës nëpër territor të Serbisë? Gjithashtu, do të pyesim se a do t'i dënoj Serbia serbët e Kosovës nëse marrin pjesë në zgjedhjet lokale 2009. Të shohim se çka kanë me thonë Dačić dhe Pajaziti për këtë çështje. Mr. Dačić, thank you for accepting the interview. Can we start off by exploring first the changes that are due to take place with the European Union visa liberalization? How much of a difference will these changes make to the lives of ordinary Serbs? Sigurno da su građani celog ovog prostora godinama neopravdano bili izloženi različitim vrstama zabrane, izolacije i možda je ovo na neki način ispravljanje nekih nepravdi iz prošlosti. U svakom slučaju Srbija je učinila sve i ispunila sve kriterijume koji su neophodne za ukidanje viza, šengenskih viza. Mi smo učinili sve što je bilo napisano u takozvanoj mapi puta. Ispunili smo i dodatne kriterijume koji su bili navedeni. I nedavno je u Beogradu boravio Jacques Barrot, potpredsjednik Evropske komisije, koji je javno rekao da je Srbija na dobrom putu ka ukidanju viza i mi očekujemo krajem novembra da i 1. decembra u stvari se očekuje i formalni predlog za ukidanje viza za građane. And how will these passport changes affect the region as a whole from 1st of January 2010? Mi inače generalno smatramo da ceo ovaj region treba da ima jednu zajedničku sudbinu u budućnosti, bez obzira što je sve to zavisi od posebnih država, da li ispunjavaju određene kriterijume. Mislim da bi za stabilnost čitavog regiona bilo dobro da sve države u regionu što pre dobiju viznu liberalizaciju i naravno mislim da je budućnost svih država u ovom regionu da budu u budućnosti članovi Evropske unije. Srbija će ponuditi, ukoliko bude dobila Beli Schengen, će ponuditi ekspertsku pomoć i Bosni i Hercegovini i Albaniji kako bi oni ispunili te posebne kriterijume. How will the visa liberalization affect the Kosovo Serbs and the Bosnian Serbs? Pa kada je reč o Srbima koji žive u Bosni i Hercegovini, tu je postojala određena bojazan od strane Evropske unije kada je reč o tome da bi to možda bio jedan podsticaj da veliki broj Srba iz Bosne i Hercegovine traži i srpsko državljanstvo. S druge strane, jedan također veliki broj Hrvata ima takvu mogućnost, a Hrvatska je već i još dalje odmakla u procesu evropskih integracija. Tako da je to bio jedan učinilaca i strahovanja za opšte sudbinu Bosne i Hercegovine zbog toga što Srbi i Hrvati na neki način imaju svoje matične države koje će ispuniti uslove i za viznu liberalizaciju. Što se tiče Srba u Bosni i Hercegovini, mi očekujemo da će Bosna i Hercegovina uskoro i ona dobiti viznu liberalizaciju, a po najavama iz Evropske komisije bi to moglo da bude već u toku ili krajem sljedeće godine. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, upravo zbog toga što Kosovo i Metohija kao deo naše teritorije koji se nalazi pod rezolucijom 1244, znači pod upravom međunarodne zajednice, nije prošlo Kosovo, znači nije prošlo taj put dijaloga o viznoj liberalizaciji, imajući u vidu da tamo ne postoji potpuna kontrola od strane našeg Ministarstva unutrašnjih poslova. Evropska komisija je predložila da svi nosioci pasoša koji imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji, znači da će oni biti izuzeti od vizne liberalizacije. Ali naravno, what are you saying to Kosovo Serbs that from 1st of January they will see the rest of the Serbs in Serbia traveling free of visas and they will have to line up in front of embassies still? Won't this make them feel like second-hand citizens of Serbia? Pa svakako da to nije dobra odluka, ali to je jednostrana odluka Evropske komisije, znači da su građani Kosova i Metohije
na neki način izuzeti od vizne liberalizacije i za njih će biti potrebne šengenske vize. To se ne odnosi samo na Srbe, odnosi se i na Albance. So what do you say to those Kosovo Serbs who feel they've been sold out by you? Pa to nije naša odluka. To nije naša odluka, to je odluka Europske komisije. Okay, but would you agree with me that isn't it ironic that Bosnian Serbs that are outside the boundaries of your state are going to get a Serb passport, and Kosovo Serb, which you consider to be, of course, of your state, are not going to be able to travel freely with Serbian passport? Oni mogu da dobiju pasoš, u tome jeste stvar. But not to travel? Oni mogu da dobiju pasoše, ali Srbi iz Bosne i Hercegovine da bi dobili naše državljanstvo i naše pasoše moraju i da imaju prebivalište na teritoriji Srbije. U svakom slučaju, ja još jednom kažem da je to pogrešna odluka da vizna liberalizacija ne važi i za taj deo Srbije kao što je Kosovo i Metohija, ali to nije odluka Srbije i Srbija se o tome ne izjašnjava, to je odluka Europske komisije. Isto kao što postoje i mnoge druge teritorije koje su izuzete i u mnogim državama Europske unije koje su izuzete iz vizne liberalizacije, ali ja moram da kažem zbog čega su izuzete. Pre svega su izuzete zbog kriminala koji postoji u albanskoj populaciji širom zapadne Evrope. I gde bi ukidanje viza značilo, na neki način, značilo otvaranje vrata za širenje tog kriminala. Ali želim da kažem još jednu pozitivnu stvar. Po odluci Europske komisije, znači, samim tim se i priznaje suverenitet Srbije na teritorijom Kosova i Metohije, znači i za te građane i oni će imati pravo da putuju Evropom sa vizama, naravno, ali sa srpskim pasošem. On one hand, Serbia's route to European Union accession requires you to have good neighborly relations. We often hear European Union encouraging you to have good cooperation with Kosovo, despite you not recognizing Kosovo. On the other hand, EU is a big funder of Kosovo state. It has invested in it. It wants an exit strategy, and it will not be happy if you hinder this exit strategy of EU. Yet, on the other hand, Serbian Foreign Ministry's strategy towards Kosovo appears to be to block its progress in as many forums as possible. Now, there's an obvious contradiction here. What will the dynamic, the dominant dynamic be in your foreign policy? Will it be blocking or will it be cooperating? Which policy will it be? Pa, znate kako, postoji jedan dogovor između Sjedinjenih Država, Europske unije i Srbije o tome da jednostavno niko ne može naterati Srbiju da niti direktno, niti indirektno nečim prizna nezavisnost Kosova i Metohije. Sa druge strane, da će naš put ka Europskoj uniji teći odvojeno od procesa koji govori o pitanju statusa Kosova, a to znači da smo mi želeli da pitanje legalnosti jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosmeta postavimo pred Međunarodni sud pravde u Hagu. Mi naravno želimo dobre odnose sa svim susedima u regionu, ali Kosovo i Metohiju i dalje smatramo delom svoje teritorije. To znači da je to deo teritorije koji se i po svim međunarodnim dokumentima, pa čak i u odluci Europske komisije o viznoj liberalizaciji, smatra delom teritorije koji nema status države. I understand that, Mr. Dačić. Jednostavno mi, naravno da smo zainteresovani za mir i stabilnost na Kosovu i Metohiji, da smo zainteresovani za prosperitet i tog dela Srbije, ali mi sigurno nijednim svojim potezom nećemo dati legitimitet nelegalnim institucijama na Kosovu i Metohiji. I understand that, but on one hand you have asked Europe to open its borders for your citizens, and it is doing so. And yet it's true that within the region, it is Serbia who is raising barriers to freedom of movement. For example, Kosovo Albanians cannot simply cannot travel from Pristina to Belgrade because you don't recognize the passports. The cars, you don't recognize the car documents, you don't recognize driving licenses. Goods from Kosovo cannot be transported to Serbia, although you have signed CEFTA agreement. The airplanes cannot travel to and from Kosovo via your airspace because you don't allow that. So practical things that are making the life of normal people difficult. These are practical barriers you are putting, although you don't have to. Pa da li građani Republike Srpske mogu da putuju u Europsku uniju sa pasošima Republike Srpske?
Da li građani Turske republike, takozvane na Kipru, mogu da putuju sa dokumentima nepriznate države u svetu? I can tell you Macedonians can go to Greece, although Greece doesn't recognize its passport. It has found a practical solution. It gives visas in a piece of paper. Što se nas tiče, mi ne priznajemo znači nikakve indirektno ili direktno dokumenta ili institucija na Kosovu i Metohiji. Ako se želi praktični dogovor, onda se mora postići taj dogovor. Prema tome, sve dok Kosovo nije međunarodno priznato. It is recognized by about 60 states. Da, ali nije priznato od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i nije priznato od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Does that mean that people should not be able to travel across the border? Practical life of people should not be made easier? Ja sve razumem o čemu vi govorite, ali da li građani, kako to ne mogu, ministar u vladi Republike Srbije ne može da dođe na Kosovo i Metohiju? You're attacked by your own people there. Your ministers were attacked by its own people. Really? Možda je bio jedan incident, ali Albanci ne dozvoljavaju da na Kosovo dođu ministri iz vlade Republike Srbije i vi govorite o dobrosusedskim odnosima. Kakvi dobrosusedski odnosi? Znači, kad neko odcepi deo vaše teritorije, on ne može da bude u istom statusu kao i neko drugi. Znate šta? Šta ako sutra Republika Srpska izglasa nezavisnost od Bosne i Hercegovine? I šta ako je prizna nekoliko desetina država u svetu? Lako je govoriti o nekim drugim državama. Ne mogu se primjenjivati različiti aršini svuda u svetu. Kada je reč o Srbiji, onda se primjenjuje jedan princip, a kada je reč o nečem drugom, zašto međunarodna zajednica nije priznala Abhaziju i Osetiju? U čemu je razlika? But countries have found practical solution to documentation. Even Germanies that were enemies before allowed people to travel from one to the other. They were East and West Germany were enemies. Albanci su veoma praktični. Svi koji žele u Srbiji imaju srpska dokumenta. Postoji nekoliko desetina hiljada Albanaca koji traže srpske pasoše. But it won't be from 1st of January. It will not be able to happen. Traže i sada. Traže i sada, bez obzira što će im biti potrebne vize, zato što sa kosovskim pasošem ne mogu da putuju širom. Ne mogu da dobiju šengenske vize i tako dalje. Znači, nezavisno od toga, Srbiju niko ne može naterati da prizna Kosovo i Metohiju. Apsolutno. Niti Evropska unija. I understand. So what are saying, people of both Kosovo and Serbia are finding solutions, are being pragmatic. And what it seems to be happening is, for example, the image of both two countries. Serbia has an image problem. Kosovo has an image problem. Serbia, this week, I came here, I saw NIN newspaper had a battered face of a hooligan, and Kosovo is spending 5 million euros to Sachi and Sachi. This has just given it for a big advertising campaign to change its image. So both countries have a problem with image, but at the same time, they are doing its maximum to hurt each other's image. Where will this dynamic change that these two countries start helping each other's image rather than trying to destroy it as much as possible? Pa vi pogrešno mene postavljate pitanje. To nisu dve zemlje. Okay, two places? Say whatever you want to use as expression. Two places that do its best to ruin each other's image. Imate vi svoju kuću. Imate vi svoje... Znate šta? Možda će Turci u Nemačkoj proglasiti svoju autonomiju za 50 ili 100 godina. Jel imaju pravo na nezavisnost? U ovom svetu mora da se nađe mehanizam šta je po međunarodnom pravu. Kako jedna država dobije nezavisnost? Pa znate kako, ako je Srbija mesto gde će se vršiti eksperiment, pa nema onda nikakvih problema. Albanaca ima mnogo više u Makedoniji nego u Srbiji. Procentualno. Ili će to nekada biti nova država albanska? U čemu je razlika? U koji narod živi na Kosovu, u koji narod živi u Albaniji? There was a war, minister. It's clear how it came to this today. Pa desio se, war se desio i pre 600 godina. And countries form after Kosovska wars. bitka je bila između Turaka i Srba. Nije bilo Albanaca. Znači, šta hoću da vam kažem?
vi dođete do toga da se u jednoj državi obavi etničko čišćenje, Srbije postanu apsolutna manjina u tom području i znači to je dovoljan razlog da se onda proglasi nezavisnost. Pogledajte, Srba je bilo u Hrvatskoj 30% je bilo pre ovog rata. Ali to je apsolutno nebitno. Neću se vraćam u prošlost. Ja samo govorim o tome. Znači, sada mi imate deo jedne države koji jednostrano proglasi nezavisnost. Kao što je uradila turski deo Kipra. I šta ćemo sada? Kosovo će biti zamrznuti problem u narednim decenijama. Zato što, očigledno... Nobody is asking you to recognize Kosovo, but can you understand why do you have to make the life as difficult as possible for Apsolutno se slažem sa vama da treba olakšati život građanima Kosova i Metohije. Isto kao što siguran sam, znate kako, građani Srbije koji žive na Kosovu imaju srpske pasoše i srpske lične karte. Oni njima ne važe na Kosovo i Metohiji. Za albanske vlasti... Let's leave Kosovo Albanians and Serbs aside. Why do foreigners who come to Kosovo have to, even they be resorted to travel around, make a loop, go from Kosovo to Macedonia to Serbia? The trip that will take half an hour needs to take 6 hours. Ne, te probleme smo rešili. Te probleme ćemo rešavati tako, naći ćemo praktične probleme. A to znači da će svi moći da prođu bez problema. Jednostavno na sve kosovske vize ili pečate takozvane Republika Kosovo će biti udaran pečat poništeno. Are you saying that foreigners will be able to travel from Pristina to Belgrade straight up? They will be able to. From which date? Mi sada razgovaramo o tome da se jednostavno svim takvim slučajevima, znači da stranci ne plaćaju nepotrebne posljedice zbog svega toga, znači svima će biti nađeno praktično rješenje da mogu da prolaze bez problema ako postoji takozvana kosovska viza ili pečat, da će tu biti udaran naš pečat poništen. Without having to go through an official border? Yes. Neće biti potrebno, to će biti uskoro. Next year? This year? Brzo, još brže. Okay, you yourself are a Serbian politician originally. If I'm not wrong, you were born in Prizren. Now, of course, you moved here, but it's fair to say it's fair to say that while nearly all Kosovo Albanians support independence, nearly all Kosovo Serbs oppose independence of Kosovo. But nevertheless, particularly those Serbs who live south of Ibar River, are waking up to the fact that they live among Albanians, that the parallel municipal authorities backed by Belgrade cannot achieve much in these surroundings, and they are thinking, at this moment, they are thinking of either running for elections or voting for elections, not out of love for a Kosovo country, but out of sheer pragmatism. Now, do you sympathize with them? Do you oppose them? Will you punish them? Will you support them? What is your advice to those politicians who are simply Serb politicians living in Kosovo and who will be living there? Pa mi nikoga nemamo potrebe ni da podržavamo ni da kažnjavamo. Znači, naš stav vlade Srbije je da se jednostavno mi ne možemo da pozovemo Srbe da učestvuju na izborima zato što smatramo da bi time bila indirektno priznata institucija Kosova i Metohije. A na njima samima je da se opredele šta je u njihovom praktičnom interesu. Ali ja samo govorim o jednoj sada stvari. Ako se sledi logika jednostranih činova, zašto onda Srbi, gdje čine većinu stanovništva na Kosovu, ne bi imali također pravo na jednostrano odcepljenje od Kosova? What should Gračanica do? A kuda to vodi? Pronounce independence of Gračanica? Pazite, imate deo međunarodne zajednice koji kaže, u redu, jednostrano proglašena nezavisnost Kosova je u redu. Ali ako Srbi sada kažu, mi nećemo tamo, nego hoćemo da severni deo Kosova ostane u Srbiji, to je nemoguće. Tu je neprincipijalnost. Imate, ako se kaže Kosovo se priznaje nezavisnost, ali Republika Srpska, to niko ne sme da padne na pamet. It's true, we will never agree on that, but local governance is about schools, is about health, is about roads. Ne govorim o lokalnim izborima, govorim generalno. So what about the local governance? Kada je reč o lokalnim vlastima, o lokalnim izborima, svakako da ako neko želi saradnju sa Srbijom,
mora da traži praktična rješenja. A to znači da se postigne dogovor o svemu. Ovdje se ide logikom nametanja stavova Srbiji. Tako da But ne Serbs vidim... and Kosovo are between two fires. What can they do? Do you promise them that you will support them forever in whatever they want, only if they stay in Kosovo? Pa mi dajemo maksimalnu podršku. Vlada Srbije izdvaja velika sredstva za kada je u pitanju i školovanje, i zdravstveni sistem, i sve ono što je neophodno za život Srba na Kosovu. Okay, but the difference is, what I'm trying to get at, is the previous DSS, Koštunica-led government, equated Serb participation to elections, Kosovo elections institutions, to at most treachery. And it used MUP, we have information that it used MUP officers as well to block and intimidate waivers maintaining the local elections. Now, will your government take the same line? Will you punish anyone for running or voting in Kosovo local elections? Ne, mi nećemo nikome pretiti, ali samo bih želeo da primetim da su Albanci bojkotovali sve izbore za Skupštinu Srbije od 90. godine do danas. I nikome nikada to nije bio nikakav problem. Albanci nisu želeli da učestvuju na izborima za Skupštinu Srbije. Srbi ne žele da učestvuju na izborima za takozvano jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Razumete? Ne. Ako je neko nekada podržavao nešto što rade Albanci, nema pravo da govori sada o nečemu što rade Srbi. Jednostavno, ako hoćete... But it's a new era. We are both trying to get da, into sad the EU. je nova era je od kad su proglasili nezavisnost, ili tako? No, a dotle ništa ne postoji. No, since the moment that we all want to enter the EU. That's the Bojim se da ta era još nije počela. Okay, I would like to a little bit about EU-Lex Serbia. Inače, da se razumemo, Okay. mi smo najviše zainteresovani za mir na Kosovu. Zbog Srba na Kosovu. Ali mi nismo odgovorni više za to. Znači, odgovorne su međunarodna zajednica. Given that your political opponents called your governance signing of EU-Lex Serbia protocol as a sellout and betrayal, equating it to de facto recognition of Kosovo, were you surprised of the strong reaction from Pristina against the protocol? Pa nije me iznenadilo, zato što oni su htjeli da bude trojno potpisan sporazum, znači kosovska policija, MUP Srbije i EULEX. Mi to nismo prihvatili. U ovom sporazumu se uopšte ne govori o statusnim pitanjima, tako da je apsolutno ne stoje bilo kakve primjedbe da je MUP Srbije time i da je Srbija priznala nezavisnost Kosova i Metohije. Ovo je sporazum o policijskoj saradnji, odnosno o načinu razmene informacija o svim oblicima kriminala koji postoje. Yes, but it is Kosovo police that will in the end give the information to EULEX, EULEX to you. In the end, you will still get the information from the Kosovo police. Mi ne znamo od koga oni dobijaju informacije. Oni dobijaju informacije od Interpola, imaju svoje informacije. Znači, što se nas tiče, mi govorimo o razmeni informacija. Te informacije su za našu međusobnu upotrebu, a ne za upotrebu prema nekim trećim stranama. I one su isključivo u funkciji borbe protiv kriminala. But considering we have a border that Kosovo and Serbia share, can you at all imagine in some future actually cooperating with the Kosovo police to catch criminals which have no problem, such as politicians do, about symbolics of not recognizing each other? The organized crime is working perfectly well, Albanians and Serbs in the north. Will you ever work with your Albanian counterparts the same way as the criminals are working? Pa mi ne delimo istu granicu. Znači, mi imamo administrativnu liniju. I to čak piše i u protokolu sa EULEX-om. Govori se o terminu koji tačno označava da to nije u pitanju klasična granica, znači border, ne, piše cross boundaries. The administrative boundary. Yes. Could you ever imagine that boundary is being used for organized crime, precisely for this? Znači, sa tog aspekta mi sarađujemo policijski i razmenjujemo informacije, znači, sa EULEX-om. A naravno, kad je reč o KPS-u i o drugim policijskim strukturama, sve informacije koje se tiču kriminala se razmenjuju svuda u svetu i svaka informacija je korisna, ali to ne znači bilo kakvo priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije. Uostalom, mi smo smatrali da je dobro da se Srbi vrate u KPS, upravo zbog toga jer bi to pomoglo bezbednosti za Srbe u enklavama. So you support the return of Serbs to KPS? Da, mi smo smatrali da je to da je korisno, a naravno ako se uspostavi
jedna linija komandovanja koja tačno govori o tome šta je uloga Srba u KPS-u, a da pri tome Srbi nemaju nikakvu obavezu da ulaskom u KPS priznaju nezavisnost Kosova. Okay, but then if that is so, if you're saying you support that, why did 75% of Kosovo police officers from Štrpce go to Leposavić in mid-February to sign contracts with MUP? MUP nema, mislite na naše ministarstvo unutrašnjih poslova. Yes. Što se tiče ministarstva unutrašnjih poslova, mi nemamo predstavnike na Kosovu i Metohiji. So currently your ministry has no operations in Kosovo? Mi od 1999. godine ministarstvo unutrašnjih poslova ne radi na Kosovu i Metohiji. But why is then General Jankovic, the MUP commander in charge of Niška Banja, getting daily reports from Gračanica and North Mitrovica? Who is writing these reports? Ne znam tako izvešće. Kom komandantu? In Niška Banja, the MUP commander in Niška Banja gets regular reports from Gračanica and North Mitrovica. Da, ali postoje izmeštene policijske uprave, oni što su nekada radili na Kosovu, oni imaju izmeštene policijske uprave unutar, znači, van teritorije Kosova i Metohije. Znači, na teritoriji Kosova i Metohije ne radi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Okay, then why did you replace the Kosovo head of MUP, Draža Debaljić, so-called Brka, on November 18, 2008? If there's no MUP, why did you have to replace him? There was opposition to this. Ja sam već rekao da mi nemamo na Kosovu i Metohiji naše policijske stanice. And what was Mr. Delibašić doing? Ne znam. Znači, što se nas tiče, ja još jednom ponavljam, mi na Kosovu i Metohiji nemamo policijske stanice. Nekada su postojale za izdavanje dokumenta. Final question. There have been arrests, 3 arrests lately in Kosovo of people who have allegedly attempted to pay witnesses who could testify that Albanians have been trafficking with organs. These 3 Serbs are still held in custody, and they said they've been doing this on behalf of your government. Now, have they been taking orders from your ministry? Pa čak je objavljeno da su neki od njih radili za bezbednostne službe. Znači, oni nikad nisu radili za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Koliko sam shvatio, nisu radili ni za druge bezbednostne službe. Tako da, očigledno da je to deo jednog propagandnog rata koji se međusobno vodi. U svakom slučaju... Are you also leading a propaganda war? Činjenica je da Srbija nikad nije mnogo ulagala u propagandu, za razliku od nekih ljudi u Prištini. I sa te strane, očigledno je da se istraga o tome da li je bilo trgovine ljudskim organima od strane žrtava Srba, nikad nije ni vođena. I mi očekujemo upravo da EULEX, da UMNIK, KFOR i svi drugi koji borave na Kosovu i Metohiji budu nepristrasni. I zato očekujemo da se istraga o tome vodi. You just said that you did never invest a lot in propaganda war, but throughout this interview, at least once, you have said that Albanians are criminals, and that's why they don't get the visa. So, isn't this propaganda? Isn't this continuing? Wouldn't you say this is propaganda? No. To je život. To je realan život u zapadnoj Evropi. Okay. Would you say it's reality that Serbs are hooligans then? If somebody would blame the entire Serbia of being hooligans and attackers, violent attackers of foreigners? Mislim da iz jednog incidenta koji se ovdje desio se možda može izvući takav zaključak. Ali u Srbiji se takve stvari nikad nisu dešavale. Ja govorim o organizovanom kriminalu. Govorim o ilegalnim migrantima. This organized crime is Serb and Albanian in the north. It is both Serb and Albanian, minister. Ja nisam ministar unutrašnjih poslova u zemljama Europske unije. Najveći problem trenutno za zemlje zapadnoevropske zemlje predstavljaju albanske kriminalne grupe koje se pre svega bavi ilegalnom trgovinom narkoticima. What would you say if someone said that Serb fascist group present big problem too? Pa ne verujem da je fašizam u Srbiji veći nego u drugim državama zapadne Evrope. A naročito u nekim okolnim zemljama koje se nalaze na pragu Evropske unije. Zemlje u regionu, bivše SFRJ i tako dalje. Znači, ja znam da vi sad pokušavate da kažete da
da postoji u Srbiji problemi. Ne morate svuda da pravite ravnotežu. Ja govorim samo o tome što je problem. A problem je takav. Znači, ako ne verujete meni, pritajte ministre unutrašnjih poslova različitih zapadnoevropskih država i vidjet ćete u čemu je problem. Problem je u ilegalnoj trgovini narkoticima, ilegalnim migracijama, ilegalnoj trgovini ljudima i tako dalje. Uostalom, None of whose goes through Serbia. None of these narcotics go through Serbia, only through Kosovo, yes? Ne govorim ja o tome samo da ne postoji kriminal u Srbiji. Postoji. I kriminal je isti bez razlika na nacionalnu pripadnost. Ja samo govorim o tome da postoji veoma jake organizovane kriminalne grupe u zapadnoj Evropi i da bi ukidanje viza za takve u ovoj situaciji i za građane Kosova predstavljao bezbednosni problem. Uostalom, ne morate meni da verujete. Pročitajte zaključak Evropske komisije gde upravo to piše. A to je da bi ukidanje viza za građane Kosova i Metohije, gde ne postoji jasna kontrola, bilo veliki bezbednosni rizik upravo zbog kriminala. I understand, a ko čini većinu na Kosovu i Metohiji, pa nešto da kažete da sada 10% Srba predstavlja najveći deo kriminala na Kosovu i Metohiji. It is through organized crime that one former prime minister of this country was as well assassinated. It's not like your country is immune from organized crime. Are you leading, are you continuing a propaganda to again, I'm going back to the question of will you continue the strategy of ruining the image of two countries? Albanians will do the same to Serbia, Serbs will do it to Kosovo. Ja apsolutno ne uništavam imidž bilo koga, ja samo branim svoju zemlju i svoj narod. A to je, znači, branim teritorijalni integritet Srbije. A građanima Kosova i Metohije želim sve najbolje. Želim da putuju bez viza, isto kao i svima ostalima u regionu. Can we get visas for Serbia? Can you practically make some solution like Greeks have made for Macedonia, whose name they don't recognize, who they don't agree with, but they have made a solution giving visas in a piece of paper? Will you do that similar to what other countries? There are some countries that have not recognized Kosovo, such as Vietnam, Thailand, Cambodia. I can even show you this passport. So they've given visas in this passport. They don't recognize it, but they've given visas. But they don't recognize it, they don't recognize the passport. They've made a practical solution. And they're far, far further away than Serbia is to Kosovo. So will you go as far as putting some practical solution to people with these documents to be able to come to Kosovo? Pa, građani Kosova, kao što znate, većina ima srpska dokumenta. Not very young people who are not young people who are born recently and who would maybe like to come to Exit Festival, for example. Pa čekaj, da li vi znate koliko hiljada ljudi ovdje tražilo srpski pasoš? How many? Mnogo. How many? Mnogo. Na desetine hiljada. A lot. 10,000. There's 2 million people who would like to travel, Minister. A zašto traže srpski pasoš? Because they want to travel. Practical reasons, pragmatic reasons. They want, in order to go to Budapest, the cheapest way for a young person who is 18 in Kosovo. Izvinjam se, da li mogu u Prištinu da uđu u Srbiji sa srpskim pasošom? Yes, of course. Not, there's been problems with ministers, but 18-year-old Serbs can easily come to Kosovo. Znači, mislim da je, slažem se da je neophodno tražiti praktična rješenja, ali Srbija ne može priznati nezavisnost Kosova indirektno ili direktno. We agree. Why don't you issue a piece of paper where you allow people to cross? A piece of paper that says, by this paper, I say I don't recognize Kosovo. Vi znate da su građani Kosova koji, dok je bio UMNIK, da su sa UMNIK-ovim dokumentima mogli slobodno da prolaze. Thank you very much for the interview. Në jetë, nuk ka shumë rëndësi se nga niseni, por ku shkoni dhe çfarë mund të arrini. Ne e dim shumë mirë këtë dhe mund që përkrajmë të fitoni çdo sfidë. Jeto më mirë. Raiffeisenbank. Për ata që duan të rriten. Për ata që duan më shumë energji. Për
ata që duan jetë të shëndosh. Prej gjeneratës në gjeneratë. Qumshti vita, burimi i jetës. Cilësia e pranuar ndërkombëtarisht. Forumi për iniciativat qytetare shpall konkurs për dhënien e çmimit Fides për filantropinë më të mirë korporative në Kosovë. Të drejtë konkurrimi kanë kompanitë dhe ndërmarrjet vendore si dhe degët e kompanive ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, të cilat gjatë periudhës tetor 2008-tetor 2009 kanë kontribuar për të mirën e përbashkët. Kompanitë mund të konkurrojnë për 3 kategoritë e çmimit Fides. Fides çmimi për kontribut në nivel kombëtar, Fides çmimi për kontribut lokal ku vepron kompania dhe Fides çmimi për kontributin e mediave. Ju do të udhtoni në New York për të takuar me biznesmen dhe filantrop amerikan. Ju do të fitoni të drejtën për të paraqitur Fides logon në të gjitha produktet tuaja. Ju do të merrni një skulpturë që simbolizon idenë e filantropisë. Kontributin tuaj duhet shpërblyer. Fides është çmimi i parë i këtij lloji i dhënë ndonjëherë në Kosovë dhe do të ndahet nga Forumi për Iniciativa Qytetare çdo fund viti. Për më shumë informacione dhe për aplikim online vizitoni webfaqen tonë www.ficvizfci.org. Zmi Pajeziti, mirë se erdhët në Jetan Kosovë. Sonte do të flasim për liberalizimin e vizave, por sikur t'ju pyesha para një jave do t'ishte shumë pyetje më relaksuese. Tash, pas tragjedisë që ka ndodhur në lumin Tisa, në mënyrë të dhimbshme e kemi kuptuar nevojën e kosovarëve për me udhëtu lirshëm. Pas kësaj tragjedie, a mund të shpjegoni një qytetari kosovar që ju këqyr sonte, se kur ata do t'jenë gjendje me hi në listën e bardhë të Schengenit dhe me udhëtu lirshëm në Evropë? Jeta fatkeqësisht rasti i fundit na gjeti në kulmin e angazhimeve tona për të bërë më shumë për procesin e liberalizimit të vizave. Këto ditë, siç e dini, unë kam patur rastin të nënshkruaj marrëveshjen e parë të riaddësimit, që është një nga kushtet kryesore për liberalizim të vizave me njërin nga shtetet europiane. Dhe po ashtu fatkeqësisht nuk kemi ndonjë përgjigje nga ata që duhet ta japin, nga autoritetet e BE-s për datën se kur ne do të përfshihemi, po ajo çka është inkurajuese për ne është dokumenti i fundit i fizibilitetit për Kosovën, ose studimit për Kosovën i bërë nga Komisioni Evropian, i cili na ka inkurajuar duke na përfshirë në proces, duke i dhënë dritën jeshile Kosovës dhe një farë mënyrë duke hapur rrugën për ne në procesin e liberalizimit të vizave. A keni nxjerrë këtë marrëveshje pas negociatave lidhur me protokoll Serbi? A ka nxjerrë qeveria e Kosovës, ka mujt këtë me nxjerrë mas që tyne problemeve lidhur me protokoll? Jo, as pak kjo nuk ka të bëjë me protokollin. Siç e dini, në verën e hershme të këtij viti, ne kemi aprovu në qeverinë e Republikës së Kosovës një udhërëfyes për liberalizimin e vizave. Ju e dini që ne ende nuk jemi të përfshirë në këtë proces nga ana e BE-s dhe ne vendosëm që një anshëm të bëjmë planin ton për sa i përket angazhimeve dhe hartimit të një plani i cili nënkupton kryerjen e detyrave të shtëpisë nga ana jonë, që janë detyra kryesisht teknike, dhe më vonë, nëse para më pak se një muaj, ne aprovuam edhe një plan veprimi që është i bazuar në këtë udhërëfyes. A po na shpjegoni cilat janë këto detyra të shtëpisë që Kosova, obligime që Kosova duhet me ndërmarrë? Në mënyrë shumë thjeshtë, a mund t'i përmendni cilat janë këto obligime? Këto tashmë kemi provuar disa herë t'i bëjmë publik, edhe pse opinioni më pak është i njohur me këto angazhime dhe me këto obligime që i ka vënë vetë BE.
ka të bëj kryesisht me menaxhimin e integruar të kufirit, pra kërkohen standarde europiane për këtë proces, edhe legjislacion edhe infrastrukturë dhe institucione. Duhet të bëjmë progres ose të nënshkruajmë marrëveshjet e riadhësimit me shtetet të BE-s. Duhet të kemi strategji konkrete për luftimin e krimit të organizuar. Duhet të kemi ligjin ose legjislacionin për mbrojtje të dhënave. Duhet të kemi kvalitet të dokumentave dhe siguri të dokumentave dhe një varg çështjeve tjera për cilat ne konsiderojmë që veç i kemi kry. Dëshiroj t'ju them po ashtu që të gjitha këto, pavarësisht se ne nuk jemi në plan ose të përfshirë në këtë proces nga ana e BE-s, nuk ka pikë e cila është si kriteri BE-s për procesin e liberalizimit të vizave, që institucionet e Republikës Kosovës nuk e kanë trajtuar ose nuk e kanë në proces shumë pozitiv të trajtimit. Mirë, po këto që i tregu dhe i tash, këto që s'janë kry, si aprovimi ligjeve të reja, sigurimi kufive, marrëveshjet për jatëdesim, nuk janë bashkë të vogla, sa ka me zgjatë. Realisht, a mund nuk po kërkojmë premtime të kota, por realisht sa kanë me na zgjatë, tu i ditë që shkojnë punë në Kosovë dhe aprovimit e ligjeve, sa kanë me na zgjatë për me i përmbush nga qëto pika? Dëshiroj të potencoj po ashtu që ambicjet tona për me bo planet të njanshme kanë qenë befasuese edhe për BE-n dhe po ashtu raportet që i kemi dërgu për shkallën e realizimit të këtyre kriterëve po ashtu kanë qenë befasuese. Qysh befasuese kur nas kemi strategji për luftim të korrupsionit, për shembull? Kemi strategji për luftimin e krimit të organizuar dhe kjo është një ndër kriteret kryesore të BE-s. Dhe po ashtu ju e përmendet legjislacionin, dëshiroj t'ju them që e kemi të kompletuar legjislacionin dhe e kemi të adaptuar në përputhje me standardet të BE-s. Legjislacionin për ujtjen e dhënave për shembull? Po e kemi aprovuar në qeveri para 2 muajsh, është ndër ligjet e fundit që pritet të aprovohet në parlament. Kur ka mu aprovu? Si vjet vitin tjetër? Jo, ajo do të bëhet si vjet. Më thonë është në procedurat e fundit edhe të dëshiroj t'ju them që në agjendën e seancës së ardhshme të kuvendit jam i ftuar që ta prezantoj në kuvend, që domethënë është veç në proces për afër. Dëshiroj të po ashtu të them që vlerësuar ose krahasuar me raportin e progresit, Kosova ka shumë progres edhe në raport me vendet tjera për sa i përket realizimit të kritereve teknike për liberalizimin e vizave. Dhe kjo shihet qartë në krahasuar me disa vendet fqinje edhe për sa i përket luftimit të krimit, luftimit të drogave. Cilat kriminal të mëdhej janë zonte na në 2 vjetët e fundit që pas kem bo ka shumë progres që më u lavdru? Shifrat për cilat janë të vlerësuara nga institucionet e BE-s, e të cilat janë shifrat publikuara nga ana e policisë së Kosovës dhe të policisë ndërkombëtare të EULEX-it që na mbështesin këtu, tregojnë se 7% kemi ulje të krimit në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Dhe kjo është për të vlerësuar dhe normalisht që është vlerësuar, po as pak nuk do me thënë që ne nuk do të bëjmë përpjekje edhe më të madhe për t'i realizu dhe në fund objektiva që dalin nga plani për liberalizim. Edhe nëse ne Kosova i plotson këto kushte, çfarë garancioni kemi ne që Bashkimi Evropian me të vërtet do t'i lejoj kosovarëve me udhëtu lirshëm, kur ekziston rreziku që shtetet si Spanja e Çiproja do të na bllokojnë, ndoshta edhe nëse ne i plotësojmë gjitha detyrat. Ndoshta ky është edhe problemi kryesor pse ne nuk jemi përfshirë në proces. Askush nuk ka thënë, nuk na ka vlerësuar në realizimin e obligimeve që duhet dalin teknike për liberalizim të vizave deri tash. Për arsyeën se ne nuk jemi përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave për arsye krejtësisht politike, për shkak se disa shtete ende nuk na kanë njohur dhe ato shtete janë anëtare të BE-s. Mirë po, jemi të inkurajuar nga institucionet e BE-s, nga Komisioni Evropian për të vazhduar. Inkurajojmë po garanca, a keni? Kemi garanca që nëse i plotsoni mos u mërzitni për Çiprën e Spanjën, na ju kryjmë këtë punë? Jemi të inkurajuar edhe nga realiteti i brendshëm. Ju e dini që... Po realiteti s'është i mirë. Çipra e Spanja po na bllokojnë, edhe Serbia në shumë fusha po na bllokojnë. Më shumë janë shtete që na kanë njohur dhe ato do të vazhdojnë të na mbështesin edhe
në këtë proces. Ju e dini që vizat për Kosovën, pavarësisht që ne po punojmë për liberalizim të vizave dhe shpejti për heqjen e krejt vizave për gjithë qytetarët, ne po trajtohemi një farë mënyre, po lejohen ose po qiten vizat nga shtetet të cilat na kanë njohur. Dhe ky është një proces pak a shumë i lehtësimit të vizave, vetëm nuk thuhet, po ne gati realisht jemi të përfshirë në procesin e lehtësimit të vizave, që është një proces para edhe këto shtete që na kanë njohur ankohen që edhe ne njerëzit kosovarët kur udhtojnë me pasaportat Kosovës në disa prej këtyre shteteve që na kanë njohur, si në Britani, Amerikë, prap e kanë problem kur shkojnë në kufi, nuk gjendet kodi Kosovës në kompjuterat e tyne. A është e mundur që kjo ka ndodhur vetëm pse nuk keni dërguar ndonjë kërkesë zyrtare ku përfshihet kodi Kosovës në bazë të dhënave zyrtare të vendeve që e kanë pranuar Kosovën? Jo, as pak. Po edhe procesi i lëshimit të kodeve nga institucioni përkatës është një proces që pak a shumë nuk dëshoj ta cilësoj si të politizuar, po është një proces A ju ka shku shkresa nga ju? Para se të lëshojmë pasaporta, ne kemi bërë kërkesën për lejimin e kodit dhe për shkak të procedurave të shtërgjatura dhe për shkak të nevojës sonë urgjente që t'i kem pasaportat e vendit tonë me kohë, sepse siç e dini, pas marrjes së mandatit nga kjo qeveri dhe pas shpalljes së Republikës, pavarësisë së shtetit tonë, ne kemi pasur vetëm edhe pak pasaporta të UNMIK-ut dhe ka qenë ideja që t'i nxjerrim pasaportat tona. Ne kemi bërë kërkesën dhe në mënyrë të njanshme e kemi përdorur një kod i cili është i lirë, RKS. Se këtë kod nuk e kanë në për kufin kur po shkojnë? Sepse ende nuk është zyrtarizuar. Jam i sigurt që shumë shpejt do të zyrtarizuar. Po do ta keni parasysh që qytetarët tanë për shkak të shfrytëzimit të këtij kodi nuk janë kthyer asnjëherë. Edhe qytetarët tanë po lëvizin lirshëm në të gjitha vendet, edhe në vendet të cilat nuk i kanë njohur shtetin tonë. Por që jo në Serbi, e kemi fqiun të parë që për me shku dhe në Hungari duhet me mas lirit bjen ka Serbia, edhe zotni Dačić që është ministri punëve të brendshme të Serbis, na tha që ai do t'i lejoj të hujve me kalu së shpejti po kosovarve asesi. Çka do të bëjmë na drejtë? Mendoj që kjo do të ishte një befasi për ata që nuk e njohin këtë mënyrë të menduarit e të vepruarit të këtyre njerëzve. Për ne tani nuk janë të habeq me veprime të tilla. Ata më shumë i kanë bërë dëm qytetarëve sërbë që jetojnë në Kosovë, kanë arritur ta izolojnë një pakicë sërbe me mënyra të tilla të trajtimit. Po edhe shqiptarët po izolojnë. Na kanë dëmtuar, po megjithatë ne kemi ndjekur një politikë shumë toleruese ndaj gjithë qytetarëve. Ne, siç e dini, pavarësisht se ne kemi nxjerrë dokumentat tona dhe pavarësisht se kemi një numër në rritje enorm të qytetarëve serbë që i marrin dokumentat. Sa është ky numër rritje? Rreth 14.760 qytetarë sërbë, me statistikat që i kanë marrë sot, i kanë marrë letër njoftimat e Republikës së Kosovës, ndërsa dikun 1.500 qytetarë jenë pajis me pasaportat të Republikës Kosovës. Duni me pranu që 500 nuk janë të vrapu me marrë pasaportat Kosovës? Po, është inkurajuse, duke pas parasysh faktin se qytetarët sërbë që jetojnë në Kosovë kanë qenë të kërcënuar, kanë qenë të manipuluar dhe vazhdojnë të jenë të manipuluar. Po, ata këshin me thonë, tu e dit numrin e shqiptarëve që po vazhdojnë me kërku pasaporta sërbe që thuhet që është dikun 10.000, atëherë po i bjenë që shumë a shumë shqiptarë po kërkojnë pasaportat Serbisë, se sa që po sërbë po kërkojnë pasaportat Kosovës. Ne kemi raste, shiko, duhet ta kemi parasysh realitetin. Tash, ne mund të themi që para një kohë kemi qenë krejt okupuar nga regjimi sërb, kemi dediku një regjimi që e kanë imponu ata, po edhe pas pavarësisë së vendit tonë, pas lirisë që kemi fitu pas luftës, kemi pas një farë mënyre politika kërcënuese dhe shantazhuese të pushtetit të Beogradit ndaj qytetarëve të ndryshëm, komuniteteve të ndryshme në Kosovë dhe përpasoj për nevojat të tyre qytetarë dhe të lëvizjes. Ju e dini që në një regionin e lindjes kemi një numër të madh mira njerëz që kanë lidhje familjare me Preshevë, me Bujanoz dhe po ashtu në veri të vendit kemi një numër. Mirë, po ka kosovarë që për çështje mjekësore, për shembull, edhe të tilla ka pas. Duhen me paraqit për pasaport të Serbisë. Çka thoni ju për këta njerëz që kanë nevojë me marr pasaport Serbisë? Qytetarët e Kosovës ne i kemi inkuraju
ti marrin dokumentat e Republikës Kosovës dhe këto dokumenta secilën herë më shumë janë të pranueshme nga të gjitha vendet. Jemi shumë të inkurajuar për mënyrën se si janë prit këto dokumenta tona nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Malizi dhe nga të gjitha vendet e Europës. Jam i sigurt që shumë shpejt edhe shteti serb do të reflektoj për shkak të mos izolimit të vetë qytetarëve të vet. Mirë, a keni bërë diçka që marrëveshje me Serbi, që Serbia me i pranu këto dokumenta, ndonjë marrëveshje që nuk nënkupton gjithsesi me pranu shtetin, po ndonjë marrëveshje që kanë bërë shtetet që kanë qenë për shembull armiq, Gjermania lindore dhe Gjermania perëndimore, apo siç ka bërë Greqia me Maqedoninë, edhe pse spajtohen për disa gjëra, sepse ne po shohim Kosovë makina për shembull me targa të Serbisë, nga madje edhe me targa PR, e në anën tjetër nuk po shohim me targa KS në Kosovë. E para ju besoj tashmë e dini që në fatkeqësisht në shtetin tonë fshin në Serbi ende ka ndiqet mënyra shumë të vjetruara të qeverisjes dhe praktika shumë të dëmshme për sa i përket trajtimit të raporteve me fqinjet. Ne jo vetëm për këto, por për asnjë gjë nuk ka patur mirëkuptim. Ata madje nuk njohin realitetet. Edhe për çështjet bashkëpunimit ndërkufitar që kanë qenë tendencat tona të vazhdueshme të bashkëpunimit policor, ata kanë qenë jashtëzakonisht jo vullnet mirë në këtë drejtim. A keni kërku me një letër zyrtare, shumë po më intereson, e dim që është situata, po me kërku publikisht pranimin e dokumentave të Kosovës, targave, dokumentave të udhëtimit edhe pasaportën. Po, dëshiroj t'ju them që ne zyrtarisht të gjitha shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara, duke përfshi edhe Serbinë, ju kemi dërgu letrat për njohje të dokumentave tona. Dhe kjo ka qenë një veprim që kemi bërë në raport me të gjitha shteteve. Po dëshiroj t'ju them edhe një fakt. E përgjegjja çfarë ka qenë nga Serbia? Nuk kemi pas fare përgjegje. Dëshiroj t'ju them që ne kemi zgjedhur në praktik rrugën më të mirë. Ju e dini që si institucione, si qeveri, kemi marrë vendim për shkak të veprimeve të tilla të njëanshme të Serbisë, kemi marrë një vendim që t'i njohim dokumentat dhe të ndryshme të lëshuara më herët në mënyrë që t'ju lehtësojmë qytetarëve, kryesisht qytetarëve sërbë. Ministri ty ne ka thonë edhe te ju nuk na lejon qytetarët tonë me ardhë. Për shembull, ministrat e Serbisë nuk lejon me ardhë. Pse po ankoni veç? Dëshiroj t'ju them që është diçka krejt tjetër lëvizja lire qytetarëve sërbë në Kosovë dhe ju e dini që ata tashmë... A munden ata me udhëtu lirshëm? Lëvizin shumë lirshëm në gjitha vendet, ke në Prishtinë, në gjitha qytetet tjera. Përsa i përket lëvizjes së zyrtarëve, ka procedura që duhet të ndiqen dhe po ashtu kemi pas dhe incidentet të ndryshme në tubimet, aktivitetet e zyrtarëve të Beogradit nga vetë qytetarët pakisa sërbe. Ju e dini që ata edhe shpesh herë kanë pas edhe deklarata që kanë nxitur dhunën në vendit tonë dhe deklarata që as pak nuk i kanë kontribu partneritetit dhe trajtimit më të mirë. Kisha dashur me të pjesa e ajo që e thatë që janë pengesa politike të cilat na pengojnë për me hyrë në liberalizimin e vizave. Mirë, por është diçka shumë e thjeshtë që kemi shumë me bo e nuk është bo. A ka qenë dështim total i qeverisjes tonë që nuk kemi fillu me pasaporta biometrike kur kemi fillu si shtet i ri? Jo, as pak. E para është punë e perceptimit, kur përmendet liberalizimi i vizave, kryesisht ndoshta në Kosovë, po ashtu është mendu pasaporta biometrike. Po është njëra pi kushteve, nuk mos e ignoroni që është njëra pi kushteve. E para asnjë nga shtetet përreth nesh që kanë bë, nuk kanë mujt me bë pasaportën biometrike pa minimum 2 vjet përgatitje. Ju e dini që ne nuk kemi pas as infrastrukturë përcjellëse për leximin e kësaj. Po kemi mujt ne me qenë me dhënë shejt mirë që ne jemi që sa të gatshëm më përpara se tjerë edhe udhëheqim në biometrikën. Prej qershorit të vitit të kaluar, nëse kishim dashur mos me nxjerr pasaportën ekzistuese, me nxjerr pasaportën biometrike, prej qershorit vitit kaluar, ishte dashur me e vazhdu me përdor pasaportat e unmikut. Pse? Sepse nuk ka duhet t'i ofrosh qytetarëve. Ne një vjet e kemi ditë që po bëhemi shtet. Pse një vjet kemi punu, për shembull, për me bë pasaporta biometrike? Njëkohësisht kemi punu. Dëshoj t'ju them edhe diçka. Pas harxhimit
pasaporta autonomikut. Ne kemi shfrytzuar të njëjtën teknologji që e kemi në Kosovë për të nxjerrë pasaportat e Kosovës dhe e kemi kursyer edhe mjetet, hollat edhe kohën. Njëkohësisht e kemi përdorur edhe argument mjetet si keni kursyer sepse ka me kushtu shumë a shumë ata që kanë marrë pasaportat tash do duhet pasaportën 10 vjeçare me ndru, nuk ka me vlet ajo. Jo, as pak. Ne edhe diçka do t'ju them se nxjerrja e pasaportave tona është bën në bashkëpunim të plot me institucionet mbështetëse ndërkombëtare në Kosovë. So me rëndësi, ata nuk e kanë pas prioritet me udhëtu, qysh po udhtojnë tash e po vdesin njerëz. Kjo është dashur me mendu për njerëz të tisës, jo për ndërkombëtar. Lejoni t'ju them që pasaporta nuk është asnjë problem tash i qarkullimit. Më lejoni t'ju them që po ashtu, pavarësisht se nuk është pasaporta me çip. Është mungesë e kushtit. Jo, është pasaporta më e sigurt në regjion. Nuk ke pas asnjë rast në Kosovë që kemi pas dokument të falsifikuar dhe nuk kemi pas proces të falsifikuar për nxjerrjen e pasaportit. Pa marrë parasysh që është i sigurt, nuk është ashtu që e lyp Evropa për liberalizim të vizave. Dëshoj t'ju them diçka. Procesi i fizibilitetit për pasaportat biometrike përfundon si vjet dhe ka mesi i vitit i ardhshëm fillon dhënia lëshimi, por nuk do të jetë e detyrueshme të gjithë ata që i kanë pasaportat të ndrojnë. A jeni të tonë që prej mesit vitit tashëm, do të kemi pasaporta biometrike? Do të filloj lëshimi, po nuk do të jetë një proces që duhet të ndrohen gjitha. Kjo do të bëhet vetëm në kohën kur Komisioni Evropian... Sa kanë me na kushtu ato? Do të jetë një çështje e tregut. Ne do të jemi të hulumtu fonde që të mos paguajnë qytetarët dhe jam i sigurt që do të bëjmë zgjidhje që qytetarët që të paktën ata që i ndrojnë të mos bëjnë pagesa fare. A mundeni me konfirmu që zyret e MUP-it të Serbisë që kanë ekzistuar në Kosovë, që kanë dhënë pasaporta, më nuk po japin pasaportat të Serbisë? E para, dëshiroj t'ju konfirmoj se ka qenë shqetësimi joni permanent ekzistimi këtyre zyrave ilegale në Kosovë, cilat kanë lëshuar dokumenta fatkeqësisht për qytetarët e Republikës Kosovës. Kjo ka qenë një proces po aq sa kompromitues si proces për këto zyra, ka qenë kompromitues për shtetin serb. Ne kemi pas kapacitete për mbylljen, sigurisht për mbylljen e këtyre zyrave, ne nuk e kemi zgjedhur atë rrugë për mbylljen e këtyre zyrave, ne kemi informuar Brukselin dhe fatmirësisht argumentet që i kemi dërguar në Bruksel kanë ndikuar që të ketë presion në Beogradin dhe këto zyra të mbyllen. A do me thonë kjo që nuk ka prani të Ministrisë Punëve të Brendshme të Serbisë të Kosovë? Këto zyra janë mbyllë dhe fatmirësisht është mbyllë sepse këta kanë dhënë dokumenta, të vetmit kanë qenë në region, kanë dhënë dokumenta pa verifiku për njerë që kanë shku, kanë pagu me të holla dokumentin. Zyret janë mbyllë, mirë po a ka prani të Ministrisë Punëve të Brendshme Serbisë në Kosovë? Fatkeqësisht ne kemi informata se ka ende pjesëtar të ashtu quajtur të MUP-it të Serbisë. Roli i tyre është kryesisht për ta penguar funksionimin e institucioneve të Republikës Kosovës në vendet ku jeton komuniteti serb. Edhe çka bëni ju që dini ku janë? Ose çka bëjnë organet tjera? Ne nuk kemi zgjedh rrugën e dhunës për ti... Zotni Dačić e mohon këtë prani. Ata thonë që nuk kanë fare punëtor të Ministrisë Punëve të Brendshme. Jo, kjo tashmo fatkeqësisht është e ditur. Ku e dini ju? A kemi fakte për këtë? Po, kemi shumë fakte, ndoshta ajo fakti ma kryesor ka qenë arrestimi i disa personave të cilët policia arriti ti kapte dhe ti dërgonte para drejtësisë me faktet që ata punojnë për... Ministri Dačić e mohon edhe këtë? Nuk dëshoj t'i komentoj. Ata deklaratat e tyre ju e dini çfarë kanë qenë. E nëse gjyqi nuk mundet me vërtetu që janë punëtor të Ministrisë Punëve të Brendshme? Ne po shpresojmë që drejtësia do ta thotë të vërtetën, jam i sigurt do ta thotë, po dëshoj t'ju them që policia jonë ne kemi informata për madje jo vetëm për ekzistimin e këtyre strukturave, po ka edhe grupe të ndryshme të cilat janë të ndihmuara nga MUP-i serb. Serbi pa Serbi do dashta më kthy në këte në detyrat shtëpisë të Kosovës. Serbi pa Serbi, raporti progresit tregon që Kosova ka problem me krim të organizuar. Ne po stigmatizohemi si vend që ka problem me krim të organizuar, korrupsion dhe një farë mënyre jemi shteti i cili ka me qenë i fundit në liberalizim të vizave, që ka me qenë si një formë geto dhe kafazi, që as disa fqin nuk kanë pranu si Bosnia e Serbia nuk po pranojnë
që kosovarët me udhëtu. A nuk jemi në rrezik që në fakt këndej e kemi një prani më të madhe të evropianëve për krejt rajonit, i kemi Euleksin. A ka më shfrytzuar Euleksi si mjet që ka me na kufizu neve, edhe si mjet që shumë a shumë është izolus, se sa që kemi mu trajtu si partner për integrim apo bashkëpunim? Lejoni t'ju më parë të përgjegjem për punën e Euleksit. Absolutisht Euleksi është një mision shumë i rëndësishëm në Kosovë, misioni i sundimit ligjit BE-s që është një avantazh për ne. Ju e dini që tashmë përgjegjësinë për të qeverisur me vendin e kanë institucionet vendore, po është shumë i mirëseardhur ky mision i BE-s në Kosovë dhe Çka ka bo për neve dhe i sot, veç për kujtomani? Sa kriminal na i nxoni Euleksi? Shikoni, e para nuk është roli i Euleksit vetëm në nxënien e kriminalëve. Roli i tyre është që të na mbështes në rrugën tonë të BE-s, që të na mbështes të ngrisim. Kemi pas mbështetje për unikut sa dush. Tash roli është shumë më serioz. Jo, mos harroni, kemi vetëm 10 vjet nga koha kur kemi dalë. Jo, vendet tjera shumë më shumë kanë pas kohë. Ne nuk dëshoj të them që jemi shpejt, se na duhet edhe më shpejt. Procesin duhet ta përshpejtojmë. Asnjë vend në tranzicion s'ka pas kaq shumë policë të huaj e gjykatësa të huaj. Ne jemi vendi i vetëm tranzicion që na kanë ardhur policë e ndërkombëtar e gjyqtar të huaj me na ndresh drejtësinë. Kjo nuk është dëshmu qaq efektive sa po thoni ju. Unë thash që duhet ta shfrytëzojmë sa më pozitivisht praninë e tyre, eksperiencën e tyre. Dëshoj të them që është edhe një perceptim i qytetarëve, edhe jo në përgjithësi, që ka dallim të madh mes këtij misioni të sundimit ligjit të BE-s me misionin paraprak që ka qenë i kombeve të bashkuara. Mendoj që roli i tyre do të jetë mbështetës, ndihmues në të gjitha proceset dhe ky avantazh duhet të trajtohet ose të konsiderohet nga institucionet vendore dhe nga qytetarët. Nëse është kështu, atëhera pas kem vepru, kur veprum pak me agresivitet edhe pa pjekuri gjatë në shkrimit të protokollit e Euleks e Beograd dhe humbën simpatinë e Brukselit, me këtë kemi humb mjaft një lloj simpatie. A do të veproni sot ndryshe? Jo, mendoj që e para, veprimet e ndryshme të qytetarëve duhet merren edhe si reagime për sa i përket. Jo veç qytetarëve, qeveria ishte shumë kundër protokollin në fillim. Unë po mendoj për veprimet e qytetarëve. Si qeveri, ne nuk kemi thënë diçka që nuk... Misioni e Euleksit është mision i pavarur nga ne, ai është mision i BE-s. Keni thonë që se në shkruni se për krani madje ka edhe zyrtar të lartë të SHPK-s që kanë thonë nuk kanë me dhënë asistencë policia e Kosovës qysh ka dhënë përpara për Euleksin. Jo, bashkëpunimi kanë deklaruar kështu. Bashkëpunimi i institucioneve vendore me Euleksin nuk ka të bëjë fare me është një marrëveshja i obligon Euleksin dhe institucionet përkatëse. Por duni mi pranu që është keq menaxhu situata, apo jo? Jo, unë dëshoj të them që kemi bashkëpunim shumë të mirë me Euleksin, kemi nënshkruar edhe 2 marrëveshje, policia e Kosovës ka nënshkruar 2 marrëveshje të specifike, të specifikuara me Euleksin për çështje të bashkëpunimit. Dhe po ashtu, ne konsiderojmë që është bashkëpunimi në rritje, në konsolidim e sipër dhe është i mirëpritur. Mirë, po përgjithësia është... Agresiviteti që treguam, idhnimi që kallëzuam për protokoll, mendoni që s'ka ndiku hiç, s'ka lënë kur fashaje te Brukseli? Shiko, jam i sigurt që gjithçka që lidhet në raport me Serbinë kuptohet se si është reflektimi i qytetarëve dhe institucioneve vendore. Dhe mendoj që kjo është kuptuar mirë edhe nga Brukseli. Ajo që kërkohet nga ne dhe nga Brukseli, edhe që është thënë edhe nga raporti i progresit, ju e përmendet raportin e progresit, dëshiroj t'ju them që raporti i progresit Komisionit Evropian nuk e cilëson Kosovën si të veçuar nga regioni. Çështjet e cilëson sepse vetëm ne nuk e kemi a dokument të quajtur që duhet mu quajt, udhërfysin për shembull, nuk e kemi si shtete tjera. Ju përmendet edhe çështje tjera që kanë të bëjnë me krimin, në përgjithësi me sundimin e ligjit. Kjo është një sfidë shumë serioze për gjitha vendet e regionit. Bile Kosova për Kosovën shumë është sfidë se sa që po është për vendet tjera. Serbisë nuk ja kanë bërë këtë kusht, përkundër faktit që Serbia gjithashtu ka probleme krim të organizuar.
aty nuk po javnojnë këtë kusht. Lejoni t'ju të jo, shikoje ti çështjen e drogave. Në Kosovë, derisa ne vlerësohemi se nuk kemi ende kapacitete dhe fonde për të bërë luftimin e trafikimit me droga, Serbia konsiderohet si vendi kryesor tranzit i drogave. Dhe kjo është një çështje e ditur. Dëshiroj të them edhe një herë për sa i përket raportit të progresit. Shumë kush ka menduar që në Kosovë do të kemi probleme më serioze me sigurinë se sa me çështjet që ju i përmendni si kritere për liberalizimit e vizave. Dhe lexojeni raportin, kemi komplimente për sa i përket sigurisë. Dhe kjo është për që askush nuk ka pritur. Zoti ministër, ma çelët gojën sa i përket punës së drogave, ne gjithashtu jemi shteti të cilët dhoma ma e sigurt, e sigurisë së drogës na u vjedh mu parasyve në pik ditës. Qysh mundi me thonë që jemi veni sigurt? Lexoje raportin e progresit dhe do ta shihni. Kjo përmenet raport për progresit. Lexojeni, do ta shihni që unë kom lexu edhe besomni që gjithashtu është raport i regresit, jo edhe i progresit. Kemi shënu regresën shumë pika. Jo as pak. Edhe mund ta shihni në gjitha fushat. Në gjitha fushat kemi pas progres, po thuni. Ka pas progres dhe ka rekomandime për serioze për çështje që duhet të shkojnë. Nëse ju nuk e pranoni që ka regres, atëherë seriozisht nuk do të mundemi me shku përpara. Nuk mund jetë, jo, as pak. Rekomandimet janë serioze dhe na obligojnë që të përmbushim standarde evropiane, po nuk mund të për krim të organizum, jemi shumë të kritikuar. Shumë gjithë regioni. Ama nuk kemi plotësuar legjislacionin, jemi derisa vendet fshin ende nuk kanë strategji për luftimin e krimit të organizuar. Në Kosovë kemi përveç strategjisë dhe institucionet përkatëse, shumë institucionale në luftimin e krimit. Nuk ka diçka që është kriju dhe është prish. Në Kosovë po ndërtohen në rishtazi institucionet, legjislacioni, çësia evropiane e tjera. Ajo çka është më me rëndësi, ka një përkushtim jo vetëm institucional, po të shoqërisë kosovare për ta përmbushur agjendën e integrimeve europiane. Dhe kjo është një siguri që ne i japim BE-s. Po kjo nuk përkthehet në realitet. Kemi dëshira edhe kemi ambicie, por në realitet ne kemi probleme me krim të organizuar. Kështu po thojnë të gjithë ndërkombëtarët që po vinë në Kosovë. Kjo është një vërejtje serioze që ne e marrim me seriozitet. E ne po themi që EULEX-i le të ballafaqohet me këtë. Ne nuk mundemi mu ballafaqohet. Ne vendin ton nuk kemi zgjetur ku ta kemi. Ne jetojmë në një region që është i infektuar me krimin e organizuar. Pyetja e fundit, do të kthesha vetëm pak punës së protokollit. A do ta përdorim prap metodën e njëjtë, qysh e përdorëm me tregu muskuj, kur qeveria vendosi në një moment të idhënimit lidhur me protokoll me dërgu njësinë speciale të Policisë Kosovës në veri të Ibrit. A do ta përdorim prap këtë apo do të përdorim metoda më të qeta? Jo, e para, dërgimi njësive speciale atje nuk ka qenë as pak i lidhur me protokollin. Në Kosovë, në veri të vendit, në veri ku kemi probleme serioze edhe në raport me pushtetin e Beogradit, ata na kanë sjell vështirësi të mëdha në menaxhimin e 2 pikave kufitare. Ata kanë sponsorizu krimin atje. Na shpjegoni këto vështirësi pak. Dëshiroj t'ju them, t'ju shpjegoj për 2 këto çështje që i shtrove ti. E para, kemi filluar një proces të rindërtimit të shtëpive për gjithë qytetarët pa dallim veri të vendit. Dhe procesi ka qenë i mirëpritur dhe ka qenë bashkëpunim të plot me institucionet e ndërkombëtare dhe me EULEX-in. Pa pritur, kishim obstruksione nga zyra e UNMIK-ut, nga mekanizmat e Beogradit e tjerë dhe u ndal procesi. Ne ishim të sigurt që ky proces duhet të vazhdojë se ishte në të mirë të gjithë qytetarëve. Dhe prandaj përdorëm, po ne nuk i përdorëm për të përdorur dhunën. Si gjest, çfarë gjesti dashët me tregu? I vendosmërisë së institucioneve kosovare që duhet të vazhdojë procesi. Mirë, nëse veç kanë shku dhe atje veç çka muj me bo? Nëse veç e qojmë njësi t'il edhe kthehet, a kemi kallëzu diçka? Kthehet pa e kry punën, që po thojmë pa e kry punën. Ajo që kemi dëshmu me përdorimin e fuqisë tonë institucionale, ju mund ta keni parasysh. Çfarë fuqie, se ata u kthyn, shkunë u kthyn. Çfarë fuqie kemi në veri institucionale? Nuk kemi dasht asnjëherë të përdorim institucionet tona për të friksuar qytetarët, as për të përdorur dhunë. Ju e dini me policët serb. Ne më shumë se 1 vjet i paguam, asnjëherë nuk morëm masa dhe më në fund bëm zgjidhje
me mbështetje edhe të faktorit ndërkombëtar dhe me biseda drejt për drejta me policë sërbë që t'i kthejmë në strukturat tona. Dhe kjo ishte një arritje e madhe. Për sa i përket asaj që përmendëm me pikat kufitare, ju e dini që pushteti sërb sponsorizoi grupe të ndryshme kriminale edhe për t'i djegë edhe për të bërë vandalizëm. Dhe një farë mënyre kritikat për menaxhimin e kufirit. A keni dëshmi për këtë sponsorizim? Po. Cilat janë dëshmitë e juaja? Policia jonë ka të deponuar fakte për njerëz të involvuar në këto. Dhe ne i kemi deponuar edhe të institucionet. E nëse njerëz Beograd po thonë ne po munojmë me neutralizu këta radikal, nuk po i përkrahim a keni pa këto sheja? Na inkurajon një procesi t'ilë në Kosovë dhe mendojmë që roli i veti Euleksit është ndoshta edhe pozitiv edhe besojmë që do të reflektoj edhe Beogradin këtë drejtim. Po ajo që ka ndodhur deri tash ka qenë krejtësisht ndryshe. Mirë, a shihni ju në ndonjë mënyrë si përfaqësues shtetit Kosovës, a shihni qysh kishit me mujt të nesërmën me një të ardhme të afërt me bashkëpunu me Serbinë për gjitha këto çështje direkt. Tash, nëse vazhdon ky bllokim, nëse është e qartë që Serbia s'ka me na pranu, edhe pse kosovarët kishin me dashur kjo me qenë kështu, a kishit me qenë të gatshëm si institucionet Kosovës me bashkëpunu në forma tjera edhe nëse ata s'na pranojnë, simbolizmi që jemi shtet, po a kishit me qenë të gatshëm si Kosovë? Po ne praktikisht ju e dini që pavarësisht prej udhëheqjes këtyre politika tyre ndaj vendit tonë edhe ndaj qytetarëve, edhe të komunitetit sërb, ne kemi zgjedhur mënyrën tjetër të trajtimit. Jo vetëm me legjislacionin tonë, me kushtetutën tonë që është shembull tipik ose unikat për sa i përket trajtimit të komuniteteve ose të komuniteteve pakicë, ne edhe në praktik po ndjekim një politikë tillë të trajtimit shumë pozitiv të komuniteteve dhe kjo jam i sigurt që do ndikojë edhe në krijimin e realiteteve të reja. Ne këtë politikë do të fëqinjësisë së mirë që e kemi edhe me shtetet tjera do të provojmë edhe ndaj. A keni ide për marrëveshje pragmatike që kishit mujt me arrit me Serbinë për gjana shumë praktike të lëvizjes lirë siç janë kalimi i mallrave, siç janë kalimi i aeroplanëve në zonat e tyre, kalimi i autobusave që shkojnë për Hungari. Dëshiroj të them që vetë procesi i integrimit evropian është një proces i cili i obligon shtetet me bashkëpunu në rrugën e përbashkët. Janë vetëm ata të Serbisë që janë ka krejt tjetër. Mirë, po ju si kosovar jeni në gjendje pa stigmë. Nuk frigoni që keni mu stigmatizu si dikush që po bashkëpunon me Serbinë? Jo, as pak. Shikoni, ta zëm të kufiri. Kriteret e BE-s për menaxhimin e integruar të kufirit janë të qarta. Ne kemi adaptu legislacionin edhe kemi adaptu mekanizmat. Jemi të gatshëm me të gjitha vendet fqinjit tu përfshi edhe Serbinë me hyrë në këtë proces. Kemi obligim me zbatu standardet evropiane për sa i përket menaxhimit të integruar të kufirit. Edhe dëshiroj t'ju them që luftimi i krimit organizuar e i trafikimit nuk mund të bëhet i plot pa një bashkëpunim të plot mes gjitha vendeve dhe pa menaxhu kufirin bashkërisht. Do ta bëni Serbinë kur është Bosnën, që është pak më lehtë, nuk e kemi binë me na pranu dokumentat. Ju e dini realiteti i Bosnës edhe ndikimin e Serbisë. E dim, po çka po bëni ju me ndruat realitet? Ne po krijojmë realitetin në Kosovë, një realitet evropian. Edhe ky do të jetë çelësi për gjitha raportet dhe për gjitha të ardhmen e qytetarëve tanë. Zoti Bajaziti, faleminderit shumë që ishit në jetë Kosovë. Faleminderit. Para se të kalojmë në storën e ardhshme që ka të bëjë me drejtësinë, një blok marketingu. Në jetë nuk ka shumë rëndësi se nga niseni, por ku shkoni dhe çfarë mund të arrini. Ne e dim shumë mirë këtë dhe mund që përkrajmë të fitoni çdo sfidë. Jeto më mirë. Raiffeisenbank. Për ata që duan të rriten. Për ata që duan më shumë energji. Për ata që duan jetë të shëndosh.
prej gjeneratës në gjeneratë. Qumshti vita, burimi i jetës. Cilësia e pranuar ndërkombëtarisht. Forumi për iniciativa qytetare shpall konkurs për dhënien e çmimit Fides për filantropinë më të mirë korporative në Kosovë. Të drejtë konkurrimi kanë kompanitë dhe ndërmarrjet vendore si dhe degat e kompanive ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, të cilat gjatë periudhës tetor 2008-tetor 2009 kanë kontribuar për të mirën e përbashkët. Kompanitë mund të konkurrojnë për 3 kategoritë e çmimit Fides. Fides çmimi për kontribut në nivel kombëtar, Fides çmimi për kontribut lokal ku vepron kompania dhe Fides çmimi për kontributin e mediave. Ju do të udhtoni në New York për të takuar me biznesmen dhe filantrop amerikan. Ju do të fitoni të drejtën për të paraqitur Fides logon në të gjitha produktet tuaja. Ju do të merrni një skulpturë që simbolizon idenë e filantropisë. Kontributin tuaj duhet shpërbyer. Fides është çmimi i parë i këtij lloji i dhënë ndonjëherë në Kosovë dhe do të ndahet nga Forumi për Iniciativa Qytetare çdo fund viti. Për më shumë informacione dhe për aplikim online vizitoni webfaqen tonë www.ficvizfci.org. Në vazhdim, do të shohim se si në gjykatën komunale në Malishev punojnë vetëm 2 gjyqtarë. Kjo nuk do të ishte jashtëzakonshme, sikur këta gjykatës të mos ishin edhe me shtëpie. Ta ndjekim historinë e përgatitur nga Isa Gacaferi. Paramendojnë e vetën sikur të ishet kryetar një gjykate ku pjesa më e madhe e stafit ku ju punoni janë nga farefisi juaj, për shembull, vëlla, mik e kështu me radhë. Kjo praktik është prezente në gjykatën komunale në Malishev. Për këtë, dëshmon vetë administratori i kësaj gjykate. Unë duke u nisur nga obligimet mia ligjore dhe detyrimet dhe përshkrimi nga marrëdhënia e punës, faktikisht ne i kontratës marrëdhënies punës, paragrafi 3, më obligon që të bëj të gjitha përpjekjet për ndërprerjen dhe eliminimin e konfliktit të interesit në gjykatën komunale në Malishev në cilësinë e administratorit të gjykatës. Këtu i kena vetëm 2 gjyqtarë, edhe këta 2 janë miq shtëpie në zveti, është e vërtetë çka shkruan aty. Kush janë këta 2 gjyqtarë? Kishin kohë një 20 gjyqtarë më tepër. Kush janë këta 2 gjyqtarë? Ose disa kolegje ndoshta kishin mujt me qenë të kalueshme kjo gjendje, por vetëm 2 gjyqtarë, njëri kryetar, njëri gjyqtar, miq shtëpie. Kush janë këta 2 zotëri? Betyqe, emrat e tyre? Po, emrat janë shkresë ato. Është Emrush Kastrati, ushtuesi i detyrës, Aslan Krasniqi gjyqtari, pra miku i tina, edhe shoferi i gjykatës po ashtu është vllau i kryetarit të gjykatës, që besoj që nuk është kësaj rasti nuk jena kurrë në Kosovë, as në rajon, as në Evropë, dikon. Një shtet që pretendon që është shtet ligjor, një situatë e tillë është e papranueshme. Një kohë, një 2 muaj, është e vërtetë që kjo veturë zyrtare ka qarkullu zyrtarisht pa logo të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, sepse po ashtu sipas ligjit nuk bën me qarkullu as qoftë edhe një ditë pa logo të Këshillit Gjyqësor, dhe ose nuk ka të drejtë mbaj kurfar logo tjetër, por që ka qarkullu pa shet Këshillit Gjyqësor, pa logo të Këshillit Gjyqësor, është e vërtetë një 2 muaj. E kam paraqit këtë problem te kryetari, por e kanë injoruar faktikisht, që për mua ka qenë një çështje ndoshta duket e lehtë, por një çështje shumë e rëndë sepse vetura zyrtare e një institucioni gjyqësor nuk guxon pa logot as edhe një ditë tjetër jo me muaj të tërë. Historia e Emrush Kastratit nuk përfundon me kaq. Ndaj tij ekziston padi private për nxjerrje të vendimit të kundërligjshëm, e të cilën e ka bërë qytetari Sadri Mazreku. Po e kam unë ekspertizën e gjeodezisë në Malishev, e cila tregon se sipas fotografimit 59-ën në ngasër numër këto është marrë toka është mbi Hames Sadri Mazrekun. Kush është Hames Sadri Mazreku? Baba ynë është, i ndjeri baba ynë. E toka ka dalë pe Hamzës ka dalë Hamdijen. Do të thonë vllani juaj në Hamdi. Në Hamdijen. Pa nxjerr akt vdekje. Pa nxjerr certifikat babit. Emrush Kastrati e kanë shumë vendimin që ja kanë njoftë atij drejtën mbi atë. Hamdijes ja kanë njoftë drejtën pasoni pa akt vdekje. Ju fëmijë tjerë. Na fëmijë po na si kemi ditë gjë, as i janë shkalu ton. Sipas juaj domethënë ky vendim është i kundërligjshëm. Ky vendim është i kundërligjshëm, jo si mas pe, po është edhe si mas gjykata supreme.
Si ka dhoke dhe ndim është i kundërlidhshëm. Se si pas mje po se po, unë e kom ditë për një rani, unë analfabet edhe kom ditë, se toka për Homzës nuk thejet në hamdijen. Do të mi mo dhe regullat gjukatës mi nëzirë në ekspertize, me registru babën, që ka qenë i joni me dëshmitara, sa kon i joni baba, është toka i jona, do të fëtu dëshmitarë, ta është toka i jona, as ka dëshmitarë, as ka fëtu kërshë. Se janë të vërteta pretendimet e zotrisë Adri Mazrekut, mund të bindeni edhe me vendimin e gjykatës supreme të Kosovës. Para disa ditësh, kjo gjykatë ka prishur vendimin e gjykatës komunale në Deçan, ku zotri Kastrati shpallej i pafajshëm. Kjo është bërë me kërkesën e kryeprokurorit të Kosovës për mbrojtjen e lishmërisë. Ndërsa vetë Emrush Kastrati nuk ishte i gatshëm të fliste para kamerave, edhe pas insistimit ton. Ai prapa kamerave na tha se nuk ja lejon kodi etikës së punës të flasë për gjëra të tilla. Përveç konfliktit të interesit në vendin e tij të punës, si dhe ndjekjes penale që është ndërmarrë ndaj tij, ka edhe shumë qytetarë të tjerë që shprehin pakënaqësinë e tyre lidhur me punën e zotëri Kastratit. Emrush Kastrati 2 vite më ka marrë lëndën time me këtë ekspertizë fals. Kum hi 3 herë, kum hi te kryetari i gjykatës Emrush Kastrati, 3 herët nuk më ka lënë as me fol. 3 herët më ka bën je i lirë. Ka lënë 2006, ka lënë 2007, të cilin Emrush Kastrati për një muj ditë e ka zgjidh lëndë, ka Emrush Kastrati që ka zgjidhën. Lëndë është një personi të një vesel huetit, ha? Çka ka Emrushi? Emrushi asgjë nuk e ka ato, vetëm që ja ka zgjidhur atë lëndë për një muj e gjys, ja ka zgjidhur atë lëndë. Kush e lënda ime që 9 vite hala është në gjykatën. Problemi është për një aksident trafiku, ku më kanë shty lëndën për 2000 nishën. Mirë po, tani jam detyruar mes advokatit me bo një flet padi private. Jam konsultu me to tash një lëndë me gjykatën e Emrush Kastratin, pse se kryni, tha Emrushi që të pak pa hitë dera. Pra gjykatës, sa para mja tha, dhëndër mua, së dhëndër e tyne, jafërme, kam, jam i tyne, thash, pare, tha po, thash Emrush, thash, e kanë hangër qatë, thash, të lopë se e kanë, thash të takshtë në kretë, tha, një po bëhënej gara, thash, po bëhënej gara ti. Edhe hini marë të kjesh, unë mendova se pa bo shaka, gjykimi a kryi, ka refuzu mendimit ekspertizën se ka morë pasisht deklaratën e policisë, as dy shpitarëve se ka qenë gjendjet taksitin gjendje ku a bosht aksidenti, i ka refuzu, s'ka pas dyshmi edhe e ka refuzu. Tash ku bo në kesë në shkallën e dytë gjykatës për Zrenë. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë javë. Pyetjet dhe sugjerimet tuaja mund na i dërgoni në jetanëkosovë.com. Deri të ejnë të në arshme, nga unë Muhamet Harullah, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.